votë. Unë nuk u flijova. Unë Ç'është dua të flijova? them ty. Ti nuk ke punë me të flimin, ky. S'kam po pra këtë po them. Ai këtë e kam thënë. Unë ajo që doja të thosha Yllit ishte që të lutem nëse ke diçka ma thuaj sot, sepse nesër nuk dua që të bësh të lënduarin, edhe të dales të rikesh se kur të kam larguar unë. Jo, asnjëherë nuk e kam. Ma lemur busa gojë e madhe ke. Jo gojë, më s'ka gojë. As mend. Do rrim shok. Me pas gojë mend ky nuk flet. Edhe këngëtar me kone ofendus nuk të shkan heq. Do rrim shok si shkam Ti e pasarej. Ska lidhje. Pacalela. O, Ylli, ti do të veç me ecë, se mos ka me fol. shmej matur kur flet sa gjëra. Jo. Se lë gjurmë të këqia. Jo, absolutisht kur edhe mu më ofendohet. Lë gjurmë të rënda. Jo, edhe mu kur më ofendohet inteligjenca normalisht edhe unë ofendoj personin ti het katapultën aty edhe hajde kush ta pres. Normalisht, ç'është ofendohet unë do më ofendoj Nuk bëhet ashtu. Nuk është ashtu. Jo ofendohet inteligjenca. Duhet të mbash përgjegjësi për gjërat që na jemi shok bash. Duhet të mbash përgjegjësi. Po prandaj thash pra. E thash edhe unë kësaj, po kjo tha do të shkute Federiku. Edhe kaq. A ti thosh, nëse i keti, ajo të rinë ofër si shok. Jo, më ke thonë. Më ke thonë ka rrën me ty se dhe ajo ka një ndjesi për ty. Kur të vit rrolla fol. No. Ka dhori huni. Real bono, ka dhori realitetin. Kur të vin rrolla. Po, normalisht. Edhe ti mos u ndërprej kur të foli me të. Vazhdo, fol je. Jo, fol ti se ti ke. Atë ti fol me këtë. Po. Nuk ka rënë Riku fare ty, kam thënë. Aty e ke shumë. Nuk ka. Asnjë fillim. Kjo ka shok. Thash ti ke fillim për të? Thuja, nëse e burr, ti si e burr. Ti pak feminin. Thuja. Okej, ajo kam thënë, në fund ajo kam thënë, yll nuk kam qef se ti ke këta vesin nuk e di çdo. Thuj, unë jam i thash, thuj asaj që unë jam gati me hek vesin për 5 ditë, sa dush ti kohë, me vllon, me ta hek në ves. Me të kazu sa fort du. I ka shikon ka Riku. Po. E çka kot keq këtu për ty, ose zot? Jo. Atë pra, e para, e para punës është ka thonë, "O shoh që vjen te ti rren, munohet me najt me ty, me një muhabet, po më të veç pa." Jo, po më duket tha që ka një feeling për ty. Se bie ti. Jo, si më ra, nëse nuk më thon ashtu, nëse dëm pra ashtu, lip e vedin atje. E nëse ndon më ndiku pe fjalëve. Jo, nuk lipen më vetë se atë. Mirë thot basta, nuk dalin më video se duam le të nxjerrim video. Po, ani ti pyet atë. Pyet ti personin aty që është, pyet, a u kon çështë çka u interpretu, a është më Shqipëria. Yll Dreshi nuk ka thonë, ka po Shqipëria, jemi të najshëshnisht, nëse veç e ndjej, veç nëse e ndjej, kom e ndjej edhe kom i thonë. Yll Dreshi nuk e ndjej në fuqo. Absolutisht kom pasi shoqe, edhe that's it. Nuk do më avancu. Jo, absolutisht, pasi që edhe kjo nuk ka interesim, jemi shok, shok jemi. Mese edhe kjo nuk ka interesim, nuk kam që me avancu ma. Po, shok jemi, edhe u kry. Po më thonë kja... Ylli, unë kam 2 kishin e moshës tënde. Po matën ishin te përpara se të lëshoj deklarata të tilla. E vërtet është, po. Edhe ti duhet të mësosh të matesh përpara se të hedhësh katapulta. Sepse është një gjë shumë e rëndë që dëmton imazhin e dikujt. Përveç imazhit dëmton edhe një personalitet edhe gjëra dhe quhet shpikja është. Jo, se mi sqaru hala, se kemi më sqaru bashkë. Shpikja dënohet. Shpikja është e rrezikshme. Jo, shoqënisht është. Se të shpikësh nuk është që letë. A të kam thonë në gjonë për te? Për kënë? Për çka? Se kam feeling, apo kjo, a të thonë ty? Sepse po të kishe të gjuar një gjë konkrete, ta jap dorën lali dhe me them vazhdo lojën. E ka shpif. Jo, po të ishte të gjuar ky, diçka konkrete, prej meje ose prej teje, do jepja dorën dhe do i thosha vazhdo lojën. Por në rastin konkret toni, ishte një bluff. Del ti keq. Del ti keq. Mua nuk më prishtë. E jam jashtë me kërku Del ti keq ai edhe neve jemi do me thënë të përgojuari. Kupton? Momentin që e ka pas mision, e kom kuptu mi kërku falje. Po qa misioni më se se Misionin Po jo me mua të po flasë konkretin konkret. Mua dhe Frederiku. Po, se ju kom patu najtë bashkë dhe atje edhe në zi, masi kom Po pëse me vetëm atë edhe masi kom najtë në me këto bashkë, kanë zirë diçka. Po pëse vetëm me Frederiku kam dejtur unë? Qa po të Federik, thujem të spotni. Unë kam dejt vetëm me Frederiku në shpi. Me mua dhe me më Frederiku kam dejtur vetëm me mua në shpi. Ti ai që ke ofendu dhe vllaun tënë, ke thonë që është vllau jam kështu. Ti je ai që ke thonë për vllaun. Po s'është mirë me ofendu vllaun tënë. Nëse jam, po, ti më ke thonë vetë. Edhe unë kam pak një vllau, ke thonë ç'është. Në momentin që e thu, dëshminaj të mbrapa fjalës. E kam një vllai ashtu, ç'a më bësh? Do me thonë ti ke pas me Frederikun këtë gjë, konkrete. Që ke nxjerrë këtë muhabet që këtë është lloj shpike. Po.
Apo të duket e bukur? Jo, s'm duket, kërkoj falje, thash. Po qa duhet të kërko falje mbase bëre një gjë kaq të... Bëni move, halli bagel, fal. Që shëmtuar, edhe me një falje të kujton se lahet dhe rregullojnë gjithë shka. Qa po të me bëta ashe me t'i puth kam për shka se s'po kuptoj. Po nuk kam nevojt me puth është kam për ti muare. Po kjo është një gjë shumë e ndyrë. Po. është shumë gjë momentin edhe që njerëzit munohen me shpirt. Del karakteri jot i fliqt. Lema mua. I përlym. Lema ato mu, hiç më thoni. Okej, vazhdo. Publiku është ai që. Do me thënë, ti ka një muar me Linar me Federikun, se pas se. Po. Atëherë po një loj shumë të fliqt. Jam të fol me të Federikun. Po një loj shumë të fliqt. Po bën një loj të dobët shumë. Lema mua atë. Lema loj mua atë lojën. E pa jo pra, nuk ta le. Po të përballesh me mua me këto gjëra, nuk quhet më loj. Këtu nuk mund. Nuk quhet më loj. Në rregull është. Nuk quhet më loj. Sepse cënon dinjitetin tim. Po, kërkova falje, do më thonë, kërkova falje për jo për ty. Mos e bë më herë tjetër. Jo, asnjëherë. Të lutem. Kur të kesh gjëra faktike, por me shpike të lutem. Jo kurrizin tim. Kej natë me Frederikun, meru me Frederikun, jo me Linarën. Po jo për kështë sa po e the. Po, e bëra sepse kisha i natë me Frederikun. Po nuk i kuptoj që thotë. Për arsye që keni najtë bashkë për që ato e kumë dzejë. Momenti që kumë najtë edhe unë me këto bashkë, ka shpikaj për neve, edhe kjo o punë. Kemi flituar ne të dy? Ester, nëse dënë të qka, hajte. Qa është ka punë kësho?